Te ditë para zgjedhjeve parlamentare, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha takoi qytetarët e Peqinit e Gramshit për të kërkuar atyre të mbështesin Aleancën për Shqipërinë Madhështore e të ndryshojnë të ardhmen e familjeve të tyre. Berisha deklaroi se në 100 ditët e para qeveria e Partisë Demokratike do të garantojë që asnjë qytetar të mos jetë në kushtet e mjerimit, duke vendosur minimum jetik prej 200 eurosh. Me votën tonë ne mund të bëjmë jo një ndryshim, por ju garantoj dhe ja fjalën një ndryshim epokal. Sepse në 100 ditë të para, ju siguroj se në Shqipëri nuk do ketë pensionist me pension dën 200 euro. Një prej premtimeve kryesore të Partisë Demokratike lidhet me shëndetësinë. Berisha deklaroi se në Shqipëri pas 11 majit nuk do të shitet asnjë ilaç përveç atyre që përdorin qytetarët e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Farmacitë tona janë të mbushura me ilaçet nushi nushi, të cilat janë absolutisht pa asnjë vlerë shtetësore medikale. Nuk premtojmë ne as rrogat e italianëve, as dhe nivelin e tyre, po ilaçet e tyre po. Ato ne mund t'i blejmë, do t'i blejmë dhe do i kenë shqiptarët për t'u mjekuar një lloj si ata. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha akuzoi rivalin politik Edi Rama se po i shmanget përballjes për bilancin e 12 viteve në pushtet, duke deklaruar se korrupsioni është arsyeja kryesore pse situata ekonomike sipas tij është e vështirë. Tallet me shqiptarët, merr daullën, i bie daullës, gjen dhe Noizin me Lamborghini Noizit, po Lamborghini Noizit nuk është pensione. Lamborghini Noizit nuk është rroga. Ai takzoi. Po ç'pun ka pensionisti me të, apo si ta mashtroj? Po ç'pun ka smuri që vdes për ilaçe? Historia ka qenë e hidhur. Edhe Kamala mori të gjithë Hollywoodin me vete, po përfundoi atje ku e meritonte. Lideri i opozitës Berisha u bëri apel qytetarëve të votojnë opozitën në 11 maj për të dhënë një mesazh edhe kundër korrupsionit të qeverisë socialiste.